Ti nëse i ke trut kokës mos ve hajdu, se po qenë hajdu ti kap drejt, që jeti ve burra, po gra që nuk vjedhe. E qartë, Zoj Dervishi, Kështu si që kjo është tollavi për mua, nuk mendoj që do ta. Nuk mendoj që do të. Është një pushke shkrep me nhi. Është pushke shkrepur në hi, do ta miratojnë? Ka për të ecë më përpara parlamentit. Po nuk e di, po gjykatën e lartë do ta shikoja në këtë prizmë, do ta shikoja pak me dyshim. Në një raport tjetër. Pse do ta them pse? Ne kemi shkelje dhe më të gjëra, më sistemike, më të mëdhaja të drejtë dhe themelore njërë. Jo se sa arrestin burg disa individve, jo se do t'i krahasoj në pesh, dhe liria është gjë me shenjë që ka njeriu. Po ke 170.000 gjendje stok. Në 7 vjet, 8 vjet. Tash gjykata e lartë, qëndrimet që mban ende sot, kur vete një kërkesë për të konstatuar shkeljen, i rrezon thotë se ka ardhur për shkak të reformës në drejtësi. Dhe konsideron atë një interes publik më të lartë se sa vonesa jote me këtë kërkesë. Ndërkohë që gjykata kushtetuese ja hedh poshtë gjykatës së lartë e thotë, mund të bësh reformë sa të duash, por nuk mund të përmbysësh rendin që ti një çështje të shkëtosh shpejt, për janë fatet të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur, që e ke shkelur. Këtu më del gjykata e lartë mua është balancuar në qëndrime. Nëse nuk arrin dot votat dhe duket një pushkë e shkrepur në hi, se dhe ajo do vota aty në atë kuorumi për të konsoliduar qëndrimin, apo për ta ndryshuar atë njësuesin, ti bëj një shkresë kuvendit që ta ndryshoj vetë kuvendi, bashkë me ato ndryshime thelbësore që i duhen për këto 170.000 dosje. Aty është reforma e ngecur. Ajo është reforma. Nuk është spaku 100 dosje ka gjithsej. 100 ka. Tjerat janë 170.000 këtej në krau tjetër. Tash i bëj balancin vetë. I ka gjykata e lartë të votat për ta bërë të ndryshim, apo do të kalohet nëpërmjet parlamentit? Unë them që dhe mendoj që drejtësia në përgjithësi dhe disa nga faktorët dhe aktorët e gjykatës lartë ose gjyqtarët kanë rol në këtë drejtësinë e madhe, duhet merren, jam plotësisht dakord me avokatin, me problemet e mëdha të drejtësisë. Sot gjykatat e ulta kanë probleme të theksuara në vendimmarrje, në zvarritje procesesh, në problematika të tjera, të cilat duhet i rregullojë gjykata e lartë pikërisht. Dhe ajo është për të bërë këtë punë, që të zgjidhë defektet e gjykatave më të ulta dhe të japi një lloj lirshmërie sistemit në mënyrë që të vijojmë. Nuk mundet që njësoj të mendojë njësoj gjykata e lartë në shumë raste njësoj si ajo gjykata e shkallës parë, po e një gjyqtari i cili ka dalë 27 vjeç në punë dhe hera parë që ka bërë një çështje pronë. Dhe gjykata e lartë e lën fuqi e miraton mbas 1000 shkeljesh që kanë ardhur në kundërshtim me Konventin Evropian e Drejtave të Njerëzit dhe me 1000 probleme që u përmendën në fillim nga zoti Beçi. Këto lloj situatash duhet të rregullohen për drejtësinë për të hapur rrugën. Po si dia prishi baba çurin vendimin. Problemi është që bëjnë defekte të mëdha procedurale dhe ligjore në dëm të këtyre njerëzve. Po ti shikosh ke 91 veta me statistikë, kanë ikë në vettingu dhe 91 fëmijë të tyre janë shkollë të magjistraturës. Jo, ke dhe fondacionin që merr staf. Po di fondacion. Ke 91 veta. Edhe administrata e cila është futur e gjithë shkollë magjistraturë. 91 veta. Po pra. Dhe i kam thënë ulëqiut në parlament, kur të shkel depozita, mos pastro tubët e ujtë. Ka një problem të dalet gjyqtar 26 vjeç. Po dalin fëmijët e këtyre? Po pra, është pak problematike. Dhe në gjithë këtë lëm dosjesh, zvarritjesh, mos zbardhje vendimesh nga ana e gjyqtarëve të gjykatës shkallës parë, gjykatës apelit, sjellin defekte dhe probleme shumë të mëdha në sistem.